A mund të vritet një njeri vetëm pse ngriti një flamur? A mund të shuhet një ide me tortur? Në vitin 1964, në zemër të Prishtinës, një mësues i ri shqiptar u bë simbol i një kombi të tërë. Sepse guxoi ta bënte atë që ishte e ndaluar, të ngrinte flamurin kuqezi. Nëse dëshironi të dëgjoni më shumë histori të tilla, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu e kaluara nuk harrohet, ajo rilind. Në prill të vitit 1935, në fshatin San Koc të Drenicës, në një familje të thjesht, por të mbushur me ndjenja të forta kombëtare, lindi një djalë që do të bëhej simbol i rezistencës shqiptare, Fazli Grajçevci. I rritur në një kohë të vështirë për shqiptarët, në një realitet të mbushur me dhunë, varfëri dhe represion sistematik nga regjimi jugoslav, Fazliu që në moshë të re e ndjeu peshën e padrejtësisë. Ai nuk ishte vetëm dëshmitar i vuajtjeve, ai do të bëhej një nga ata që do të ngrinte zërin kundër tyre. Shkollën fillore e përfundoi në Komoran, ndërsa më pas vazhdoi në shkollën normale në Prishtinë, ku për 3 vite u formua si intelektual i ri. Aty pati shok që më vonë do të bëheshin figura të njohura, si Recep Qosja. Më pas përfundoi shkollimin në Prizren dhe diplomoi në Mitrovic, edhe pse diploma ju mohua më vonë për arsye politike. Por Fazliu nuk ishte thjesht një nxënës i mirë, ai ishte një shpirt i thellë, një djalë i heshtur por me një botë të brendshme të zjarrt. Këtë botë ai e shprehte përmes poezisë. Vargjet e tij nuk ishin vetëm mart, ishin revolt, ishin thirrje për liri. Po çfarë shtyu një mësues të ri të hynte në rrugën e rrezikut, duke sfiduar një shtet të tërë? Pas përfundimit të shkollimit, Fazliu filloi të punonte si mësues në disa fshatra të Kosovës, Kizhnarek, Poklek dhe Dobroshec. Ai nuk u mësonte nxënësve vetëm shkrim e lexim, por edhe dashurinë për atë dheun. Në vitet 60, kur flamuri shqiptar ishte i ndaluar dhe çdo shprehje kombëtare konsiderohej krim, Fazliu filloi të lidhej me veprimtar të tjerë të çështjes kombëtare si Adem Demaçi, Zeqir Gërvalla dhe Azem Beqiri. Në shtator të vitit 1963, ai u bë pjesë e një prej organizatave më të rëndësishme ilegale të kohës, Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve. Qëllimi i saj ishte i qartë dhe i rrezikshëm për regjimin, vetëvendosja dhe bashkimi i trojeve shqiptare me Shqipërinë. Grajçevci u angazhua për rajonin e Drenicës. Ai nuk ishte vetëm një pjesëmarrës, ai ishte një organizator, një shpërndarës idesh, një frymëzues. Por momenti që do ta kthente atë në legjend ishte një akt i vetëm. Më 30 prill 1964, së bashku me shokun e tij, Rushdi Jusufi, Fazliu vendosi flamurin shqiptar në majën e Goleshit, një vend simbolik ku ndodheshin antenat e radios dhe televizionit. Ky nuk ishte thjesht një flamur, ishte një sfidë e hapur ndaj regjimit, ishte një mesazh. Ne jemi këtu, nuk jemi zhdukur. Ky akt e bëri Fazli Grajçevcin të njohur si simboli i flamurit. Por çdo akt guximi në atë kohë kishte një çmim, dhe ai çmim ishte i tmerrshëm. Në verën e vitit 1964 filloi një valë e madhe arrestimesh nga UDB-ja serbe. U arrestuan 10 veprimtar, përfshirë edhe Adem Demaçin. Më 3 gusht 1964 erdhi radha e Fazli Grajçevcit. Ai u arrestua dhe u dërgua në burgun e Prishtinës. Aty filloi ferri. Për 14 ditë me radhë, ai u torturua në mënyrë çnjerëzore.
UDB-ja kërkonte emra, kërkonte rrëfime, kërkonte të thyente shpirtin e tij. Por Fazliu nuk u thye, ai nuk foli, ai nuk tradhëtoi. Dhe pastaj erdhi dita që e ktheu atë në përjetësi. Më 17 gusht 1964, pas 2 javësh tortura, Fazli Grajçevci vdiq në burgun e Prishtinës. Regjimi tentoi ta fshehë krimin, duke e paraqitur atë si vdekje natyrale, por e vërteta nuk mund të fshihej. Ai u bë martir, ai u bë simbol, ai u bë frymëzim. Vdekja e tij nuk e ndali lëvizjen, përkundrazi, e forcoi atë. Rapsodët popullor si Aziz Morina i kushtuan këngë, njëra prej tyre u njoh si kënga e flamurit. Poetët shkruan për të, shkrimtarët treguan historinë e tij. Emri i tij u bë thirrje për rezistencë. Madje edhe luftëtarët e mëvonshëm të UÇK-s morën frymëzim nga figura e tij. Nxënës të tij si Fehmi Lladrovci u bën komandant të luftës për liri. Por për ta kuptuar vërtet madhështinë e Fazli Grajçevcit, duhet të kthehemi pak më thellë, jo vetëm tek ai si individ, por tek familja dhe rrethanat që e formësuan atë. Fazliu nuk lindi rastësisht një patriot. Ai u rrit në një familje që e kishte përjetuar drejt për drejt dhunën dhe padrejtësinë e regjimit. Babai i tij, Gjemal Grajçevci, së bashku me bashkëshortën Sherifen, rritën një familje të madhe në kushte të vështira, por me një ndjenjë të fortë dinjiteti dhe qëndrese. Në një kohë kur shumë familje shqiptare përndiqeshin, internoheshin apo burgoseshin vetëm pse mbanin gjallë identitetin e tyre, edhe familja e Fazliut nuk ishte përjashtim nga ky realitet i ashpër, dhe pikërisht në këtë ambient u rrit ai. Një ambient ku liria nuk ishte një fjalë, por një ëndër që paguhej me vuajtje. Por Fazliu nuk ishte vetëm një aktivist politik, ai ishte edhe një shpirt artistik që e ndjente dhimbjen e popullit të tij në mënyrë të thellë. Ai shkruante poezi. Poezitë e tij nuk ishin të zakonshme. Ato nuk flisnin për dashuri të lehta apo për natyrë, por për robëri, për liri, për dhimbjen e një kombi që kërkonte të jetonte i lirë. Në heshtjen e tij, ai krijonte një botë të tërë ndjenjash, dhe kjo e bën figurën e tij edhe më të veçantë. Një mësues që edukonte, një poet që ndjente dhe një revolucionar që vepronte. Ajo që është edhe më tronditse është fakti se vdekja e tij nuk ishte një rast i izoluar. Në atë periudhë shumë figura të tjera shqiptare pësuan fat të ngjashëm. Shaban Shala u vra në burg një vit më parë. Ejup Uka vdiq nga torturat. Ilmi Rakovica ndërroi jetë pas burgut. Dhuna nuk ishte përjashtim, ishte sistem. Por çfarë ndodhi? A u shua rezistenca? Jo. Përkundrazi, çdo vrasje krijonte 10 tratërinj të tjerë që betoheshin të vazhdonin rrugën e tyre. Fazli Grajçevci nuk ishte më vetëm një njeri. Ai ishte ide, ishte simbol, ishte flamur, sepse ndonjëherë një flamur i ngritur në vendin e duhur, në momentin e duhur, mund ta ndryshojë historinë. Sot një rrugë në Prishtinë mban emrin e tij, por pyetja është, a e njohim mjaftueshëm historinë e tij? A e kuptojmë sakrificën që ai bëri për flamurin që sot valon lirshëm? Shkruani në komente. A mendoni se figura si Fazli Grajçevci po marrin vlerësimin që meritojnë sot? Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.